Doktoresh, a ka procedura që duhet t'i dim ne si qytetarë për me qenë pjesë e agjentës së marrjes së shërbimit për PCT në rezonancë? Duhet mu paraqit ma herët, duhet mi pas komplet dokumentat? Çfarë procedura duhet të dim? Ku do qoftë, të më thonë po flasë në anket rast, po flasim për spitalin rezonanca, po edhe në shtetit më ka njëjtë, të më thonë pacienti duhet më lajmëru para prakisht, minimumi, të më thonë duhet tjetë një grupë për 3 pacientav që Turqia, të më thonë me sjellë materialin të na që të FDG, që të materialin radioaktiv. Nëse për një pacient nuk ta bjen, edhe për 2, të më thonë dhe të më konë 3, 5, 6, pacienta duhet më konë në një form edhe po ju të regoj edhe publikisht, edhe në këtë raste na privat, edhe në shtetit, mundet më ndodhë që na i thirin pacientat, edhe ju thojmë, ju e keni datën e caktuar kur vini për me bo PCT që datë, për shembull, par dje janë kam. Për shembull, ose ki marrë nesër, mas nesër, ku do qoftë, aeroplani atë ditë nuk e bjen në FDG-në, edhe ti do të krejt ata pacienta që kanë ardhë, ose që kanë më armë, varësisht që shikan terminet, mi thirë dhe mi thonë, për na vjen keq, kjo nuk më varet prej neve, dhe më thonë varet prej fabrikës, ku prodhohet që e material që e bën transportin. Se tash Saran është shumë senzitive dhe specifike. Niset prej fabrikës, vjen me emergjencë, hyp në aeroplan, e dali me transport urgent merret, vjen të pacientat injektohet. Në qoftë se kalon për shembull më shumë si 8 orë prej momentit kur ka ndodhur krejt çdo, na nuk mundem me injektu të pacienta se që e FDG-vi që humbe efektin e vet, edhe ajo kalon ç'sh më thon si një lang i thjesht që ti mundesh m'ia injektuesa. Shpesh insistojnë pacientat. Për shembull na thonë, po pse ju na po duajmë urgent, nuk po na merrni na, nuk mundem nëse kem caktu 5, 6 ose 7 pacienta, nuk kem kapacitet mrena ditës ma për shkak dozave, dhe më thonë që vinë a ditë, jo pse ti nuk i dëshirë me është i dikon paren, qoftë edhe në shtetit kjo, se kërkëpses po, dhe më thonë doza vjen për pacientat e caktum, matet me kohë të caktum, është me orar caktum, gjithë shka këto është strikt. Qka nuk është as për ultraza, as për CT, as për rezonancë, dhe më thonë nuk është ka senzitive, specifike, krejt puna dhe krejt ekipi që punoj me PCT. Kështu që këtu duhet kemi mirë kuptim dhe besim në fjalën kur na thuhet, sepse shpesh predispozitat janë me paragjyku na therrën, s'na bënën e të tjera. Po gjithmonë është duke menduar për të mirën e pacientëve. Nuk bën ai material që s'ka dhënë koha limituar. Ka s'ka du koha, se është vënuar e planin nuk i çka neve na ka kalu koha, na nuk mundemi mod, i kemi ato fizikante e mod, dozën sa e ka, nëse ka dozë të mjaftueshme, për shembull atë e ke porosit për 5-6 pacienta ose 7, po ty të ka kalu koha dhe ki veç për 2 ja injekton veç 2 pacienta. Njëjtë, kjo është ku do qoftë, edhe privat edhe në shtetit. Dhe më thonë këtu është gjithë shka strikt, është me kod caktume dhe me orar caktume.